Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër Artion Duka është larguar nga posti të cilin e mbante prej muajsh. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit njoftoi se largimi nga detyra i Dukës është bërë me anë të dorëheqjes së këtij të fundit. Sipas njoftimit të ndarë për media, thuhet se drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër Artion Duka, për arsye familjare, ka dhënë dorëheqje nga detyra. Me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda, është saktuar përkohësisht në detyrën drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër Armir Gjikolaj. Sa kaq, largimi nga detyra e drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër ka ardhur në një moment të paparalajmëruar, duke bërë që të hidhen hije dyshimi në lidhje me shkaqet e vërteta. Kjo për shkak se prej ditësh drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka nisur një rokadë në kupolën drejtuese të policisë në nivel qarku apo në nivel komisariatesh. Megjithatë, versioni zyrtar i largimit të Dukës nga drejtimi i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër mbetet dorëheqja për arsye familjare. Pritet që në ditët në vijim drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda të emërojë drejtuesin e ri të policisë për qarkun e Dibrës.